Dashur miq, mirë se takohemi bashkë në emisionin Këndi i Diskutimit. Sot do të flasim për stinën e dimrit, që në fakt është prej stinëve që nxjerr në pa edhe gjendjen e shoqërisë në aspektin e mirëqenjes, ndërkohë është edhe nevoja më e madhe gjatë kësaj stine që njerëzit të tregohen më solidar ndaj atyre që po e përjetojnë më vështirë këtë stinë. Me ne në studio është Hoxha, një herësh drejtori i shoqatës Bereqeti, Gjeladin Fazliu, me të cilin do të flasim gjatë këtij emisioni. Hoxh, kënaqësi që jemi bashkë. Gjithashtu, faleminderit për ftesën. Sa herë që flasim me ju për këtë temë, gjithmonë sjellni statistika, sjellni edhe gjendjen reale të shoqërisë kosovare. Si është gjendja e familjeve në nevojë gjatë këtij dimri? Si po e përballojnë ata? Po, është normale që gjatë stinës së dimrit gjendja sociale dhe rendohet të shumë familje, për shkak se ashtu e ka natyrën edhe stina e dimrit, dhe ne gjithherë mundohemi me aktivistët tonë, me njerëzit tonë të rend të përgatitemi për këtë stinë, që t'ju gjindemi sa më afër familjeve nevojtare, dhe gjatë gjithë muajit dhjetor të 2025 kena pas një aksion që ka qenë enkas për dru, për ngrohje dhe për stufa, por i kena bashkangjit atyre edhe batanije dhe gjërat të cilat janë enkas për stinën e dimrit, si që janë veshmbathje të ndryshme. Kështu që nga ky aksion kena dalë jashtëzakonisht mirë, duke i përkrahur shumë familje në Kosovë, me dru për ngrohje, po edhe me stufa. Por kena vizitu edhe disa qendra të cilat janë të disa banorëve të cilat janë rezidentë, si që janë disa shtëpi të pleqve, me fokus në Prishtinë. Kena vizitu shtëpinë e pleqve, pastaj edhe të moshuarve, në Skenderaj, por kena vizitu edhe 2 institutet të cilat janë në shtime speciale, që ka banor rezident ato, që janë non-stop që jetojnë. Kështu që jena kujdes për ata, jena mundu të i ofrojmë veshmbathje të dimrit, por edhe mbulesat të ndryshme, batanije, jorgan, e kështu me radhë. Dhe këto kemi bërë gjithherë falë donatorëve, njerëzve të cilët neve na mbështesin, si që janë bizneset në vendin tonë, bamirës të ndryshëm, po i kemi edhe nga diaspora dhe nga vendet mike tona. Kështu që ka qenë një aksion që të gjitha deget muj të themi që kanë qenë aktive për këtë aksion që e kena nisë me dru edhe me stufa. Ma shumë si vjetë, tash duhet t'i themi edhe ato përparësit që i kanë pas disa komuna, na ka befasu me solidaritet të komuna e Shtimës, që është një komunë shumë e vogël, mirë po mas shumë t'i ka shpërnda dru për nevojtarët. Ashtu është sjell, bashkëpunim edhe me disa organizata edhe nga vendet mike, po edhe disa bëmirës që kanë kontribu nga diaspora. Shtimja ka qenë se atje kemi edhe ma shumë nevojtarë, por kemi shpërnda dru edhe në kryeqytet, po edhe në disa fshatrat kryeqytetit, edhe në rajonin e Gjakovës, po edhe në rajone tjera të Kosovës. Në nivel vendi, Shtimja është me... Shtimja ka qenë një lider prej atyre të cilët ka kontribu shumë... Me më shumë donator në këtë ka qenë edhe befasia jona e këti aktiviteti. Dhe si është gjendja në përgjithësi e shoqërisë, kur flasim për këtë stinë? Apo shtohen rastet, apo shtohen familjet në nevojë? Na sa herë që vije kjo stinë, e dim që na ushtohen edhe rastet edhe kërkesat, edhe këto muaj të cilët kanë fillu të ftofët koha, do me thonë kemi pas thirrje, telefonata, kërkesa për ndihmë të ndryshme. Pra ka dhe familje që më herët s'kanë pas nevojë për ndihmë, tani janë paraqitur për herë të parë. Ka prej familjeve të cilat vete thojnë që gjatë verës po punojmë dikun ose po shkojnë edhe në përvende më të nxehta, djemë të tyre dhe po punojnë me punë të ndryshme, dhe ma kollaj po e kalojnë stinat tjera përveç stinës dimrit, kurse stina e dimrit i veshtërson ata në aspektin social, kështu që edhe kërkesat edhe ju drejtojnë organizata dhe shoqatave humanitare, dhe këta po e bojnë edhe të ne. Kështu që kemi pas, do me thonë, kërkesat për më të ndryshmeve të cilat kërkojnë ti mbështesim ata. Është shumë interesant pra që si vjetë ka pas kërkesa ma shumë edhe për veshmbathje të dimrit, për shkak se familjet na i kanë thonë që na për teren i marim këto informacione që çmimet janë rrit,
shpenzime ka mrena familjes shumë, kena problem nga njëherë mi mbulu edhe veshmbatjet për fëmijët, qoftë për me shku në shkolla, apo edhe për aktivitetet tjera. Pra më shumë për këto çështje kanë nevojë familjet. Si vjetë kena pasur kërkesa edhe për veshmbatje, që ndoshta nuk e kena pasur në disa viteve të kalume. Ma shumë ka qenë viteve të kalume fokusit të pakut ushqimore dhe higjienike. Si vjetë ka qenë përqydi kjo, veshmbatje dhe ngroja, ma shumë ka qenë kërkes, sepse ju e dini që edhe puna e çmimeve të rrymës edhe ajo ka shku lartë, kështu që edhe kjo ka vështirësu gjendjen e familjeve në Kosovë dhe ajo është vrejt në qëtë stinën e dimrit. Ngritja e çmimeve ka ndodhur edhe në produkte tjera. Pa tjetër. Te raporti vjetor që e kemi, do me thonë, kena pas edhe familje të cilat i kena mbulu edhe në pagesën e rrymës për disa familje nevojtare, por edhe të qirase, kështu me radhë që të prekim ato ku muna me zgjedh një problem një familjes. Do të ndalemi pak më vonë në detaje, do të komentojmë edhe atë raportin e vitit kaluar, pra që keni nxjerrë dhe kontributin e madh që keni dhënë si shoqat në bashkëpunim me gjithë shoqërinë kosovare, por do doja pak të komentojmë këtë gjendje që po e përshkruani të shoqërisë. Çka tregon kjo situatë për shoqërinë kosovare? Po kjo, tash edhe në aspektin edhe fetar atje, se jemi thirrur edhe për ato me fol, kur gjendja sociale nuk është e mirë, atëherë priten edhe dukuri negative me ndodhe edhe në shoqëri. Shpesher na shohim në teren edhe njerëz të cilët vujnë edhe prej streseve të ndryshme, edhe prej depresionit. Krejt këtu vinë si rezultat i jetës së vështirë sociale. Andaj, bëjmë apel edhe të institucionet shtetërore që t'i shohin këto kategori njerëzish, sepse nesër mund me na ndodhe edhe probleme tjera, si që është për shembull një familje nevojtare, ai nuk ka dhe kontrollën mbi anëtarët e familjes, dhe ata nesër mujnë qoftë më mirë me dukuri negative, si që është droga, duhane, apo diçka tjetër, sepse kur nuk ka një kufizim brenda familjes, atëherë dera hapur është për ta që të manipulohen edhe me gjëra. Kur nuk janë të punësuar, rrjedhimisht ata duhet të orientohen mbi ka dhe ata nesër mund mi pas edhe në shumë dukuri negative të cilat janë pastaj dëmshme edhe për pjesën tjetër të shoqërisë. Problemet sociale pastaj thellohen edhe domethënë i rrisin edhe disa probleme tjera të cilat ndoshta me pas kushtet njeriu nuk hyn në ato, po kur i ka kushtet e rënda ekonomike, atëherë bjen prej edhe lloj-lloj huliganti edhe lloj-lloj manipulanti të cilët mundin me i përdor ata për çështje të veta, siç janë trafikimi e kështu me radhë. Për shembull, kur shohim atje të trafikimi me qenë njerëzore, shumë familje sociale që kanë probleme sociale bin prej trafikimit me qenë njerëzore. Por edhe kur shohim edhe të narkomanët të ndryshëm, edhe të njerëz që pinë duhan edhe alkool, ndoshta shumë, ata njëherë nisen me këto, domethënë mirën kjo kategori dhe shfrytëzohen për ato qëllimet të këqija të cilat i kanë disa individ në shoqëri. Dhe mendoni që varfëria po është më e dukshme në shoqërinë tonë? Fatkeqësisht po, bujar është për ditë na shpeshherë jena optimistë dhe ju folim njerëzën për optimizëm që jena ma mirë se sa mirë, por na kanë lind disa probleme tash mund me thonë tjera sociale. Ndoshta shumë nuk jena s'ka shumë kërkesa, themi për ushqime, për veshmbatje sane, po kena shpenzime tjera të cilat neve na i rëndojnë jetën. Për shembull shohim nëpër qytete të mëdha, po edhe në kryeqytet qirajat janë rrit, që kemi familje nevojtare të cilat kanë ardhur prej vendeve rurale dhe kanë ardhur me jetu në kryeqytet, qiraja është rrit, pastaj shpenzimet e rrymës, ujit, aty në gjanave obligative të cilat i ka një familje për me i kry. Nuk imbulojnë dot. Nuk mundet me imbulu dot me qatë pagën që e merr, ose ndoshta prej familje nevojtare me atë socialin që e merr mujor, është e pamundshme me imbulu gjitha çato kërkesat të cilat ose çato pagesa që duhet janë obligative për me i pagu gjatë muajit. Dhe shoqëria, apo ata të cilët ajo pjesë e shoqërisë që janë më mirë materialisht, apo janë në gjendje edhe të shprehin solidaritetin e tyre. Si është gatishmëria e tyre? Po afrohen apo po largohen?
fatmirësisht për këto kemi lajme të mira, sepse edhe raportin që do të folim ma vonë do të tregon që kena pas një mbështetje të jashtëzakonshme prej njerëzve. Edhe çdo thirrje që bëjmë nëpërmjet rrjeteve sociale ose ato faqet tona që i kena zyrtare në rrjetet sociale, me njëherë marrim përgjigje prej njerëzve, prej bamirësve. Këto ditë që Kosova po kalon, një pjesë e Kosovës të madhe po kalon në vërshime të ndryshme, do me jashtëzakonisht mëdha, kjo sprovë që na ka ardhur neve, atëherë në përfaqet tona zyrtare kena bërë disa thirrje, sidomos për komunën e Drenasit, Gjakovës, atje dhe Skënderajit. Me njëherë na kanë lajmëruar njerëz të cilët kanë ofruar ndihmën e tyre, ato që kena kërkuar na, edhe na i kanë ofruar që nga nesër na do të jemi në aksion për ato vendet, sepse kemi edhe një bashkëpunim edhe me ato ekipet emergjente që i kanë kriju në për komuna, edhe në bashkëpunim me ata po na orientojnë se ku duhet me dhona ndihmën tonë, kështu që kena ofruar gatishmërinë e këto gjithherë fal njerëzve të mirë të cilët i ka ky popull, edhe bamirësve të cilët pa ndërprej. Besoni kena biznese të cilat e hapin derën e depos edhe thotë urdhëroni çka ka nevojë, merrni edhe vetëm se jo edhe po na i letoni neve punën, për shkak angazhimeve tona ju domethënë na përdorin si lidhse deri te ata të cilët kanë nevojë, kështu që për këto vërshime të cilat janë të ndodh, kjo aspekti natyror që po ndodh atëherë kanë ofruar ndihmën bamirësit tonë dhe njerëzit të këtij vendi, të bizneseve tona që janë për çdo lavdot. Dhe sigurisht tani do të ndalemi tek roli i shoqatës Bereqeti dhe ashtu sikur se ju që e keni përpara raportin e kam edhe unë dhe e kam lexuar sot disa herë gjatë ditës dhe nuk e dija se çka të veçoj për të përmendur nga ky raport. Pra keni dhuruar aq shumë, por edhe në sektore të ndryshme dhe për nevoja të ndryshme të shoqërisë. Kjo larmi është e vështirë që të mirëmbahet? Bujar na njeriu mrekulli nuk mundet me bë vetëm. Do të thonë na gjithherë këto të mira ose këtë raport që kemi përpara që unë tash foli edhe në emër të 30 koordinatorëve, po mbrapa këtyre 30 koordinatorëve që ndrojnë edhe aktivistë të ndryshëm, aktivistët kryesorë që janë afër tyne janë edhe imamët, hoxhallarët në vendin tonë të respektuar, të cilët japin një kontribut jashtëzakonisht mirë. Do të thonë këtë drejtim, sepse i njoftojnë njerëzit edhe për aktivitetet tona, por edhe i orientojnë për me dhonë të na. Pastaj edhe këshillat e Bashkisë Islame që na për komuna, pastaj edhe krye imamet, kryetarët e këshillave, të cilat neve na ndihmojnë këtë karavan të humanitetit. Shohim pra mbi 31.000 pako ushqimore dhe mjete higjienike kanë pranuar familjet në nevojë kosovare gjatë vitit 2025. Domethënë në atë rrugën zyrtare me koordinatorët tonë, prej raporteve që mi kanë sjellë mu prej terenit, koordinatorët tonë që e bojmë atë përmbledhjen e raportit vjetor, kena rezultuar me i pas 31.680 pako ushqimore, që një pako ushqimore mesatarja është 40 euro, se që ashtu kena qenë edhe me atë sofrën e Ramazanit, me aksionin që kemi, kështu që kena arrit pra mbi 30.000 pako ushqimore me ofrute të qytetarët e Kosovës mbrana 2025. Janë mbi 360.000 kilogram miell, mbi 220.000 kilogram mish kurbani, pra që kanë përfitu familje kosovare. Këto që ka i preke janë, do me thonë, ato projekte tona kryesore që i kemi vjetore, do me thonë që pa këto nuk bën shoqata jonë. Mielli është edhe një specifike kena pas vitin e shkum, do me thonë në kohën e korjeshirive, kur kena pas besimtar, njerëz, bamirës të cilët e kanë miell aren, me kretë shpenzimet e tyre, edhe e kanë korë, edhe e kanë ofru deri te mulliri atje dhe komplet e kanë dhuru për shoqatën Bereqeti. Krahas zeqatit të grurit. Krahas zeqatit, po që e kanë kalkulu. Pjesën tjetër që ka mbet edhe ato e ka dhuru krejt komplet. Kjo është një traditë e re, do me thonë në shoqatën tonë, që njerëzit, sidomos kjo ndodh prej disa gurbetçarve, të cilat i çojnë paratë e tyre, e autorizojnë dikon me u kujdes për aren e tij, me mbjell edhe me dhuru komplet për humanitet. Pra, diaspora është infuzion për neve, shumë i madh, kështu që e falenderojmë edhe me këtë rast.
e Zoti i rujt kudo që janë. Pastaj edhe mishi Kurbanit që përmend është një prej projekteve tona kryesore që Bashkia Islame e Kosovës, shoqata Bereqeti me shumë përkushtim edhe me shumë seriozitet e kryen këtë, edhe kemi një sasi goxha shumë të mishit që përfitojnë edhe shumë kategori njerëzish. Domethënë mbi 180 tona mish për kësaj çka po e shohim këtë prej 224.000 kilogramëve, dikun 180.000 kilogramë përfitojnë raste sociale në Kosovë. Pastaj kemi na medreset, kuzhinat e medreseve, pastaj kemi edhe 2 kuzhina që është Mitrovica dhe në Pej që ka 250 persona ushqejnë çdo ditë. Pastaj mbi pallatin e rinis në Prishtinë që për çdo vjet tash është viti 20 që është vendoset një çadër në Ramazan për disa bizneseve dhe për një fondacioni që vjen nga Turqia. Mishi është i joni, është mishi i Kurbanit. Nga ky mishi i Kurbanit që besimtarët ja besojnë Bashkisë Islame që therr Kurbanin për ta, përveç atyre përfitojnë edhe afër 170.000 persona apo 170.000 shujta ushqimore në bazë ditore që marrin nga domethënë mishi është non-stop i asoj aty në 2 kuzhinave është i joni. Si vjet ushqehen njerëzit e varfër. Po. Kemi edhe një 2 kuzhina që i kena mbështet si vjet në Prishtinë me mish, po kemi edhe kuzhinën qendrore që i furnizon i ka mbi 8.000 shujta që i furnizon edhe qerdhet edhe domethënë objektet publike në Prishtinës, si vjet kena ndihmu edhe me mish Kurbani edhe me gjësende tjera. Kështu që kjo ka qenë, domethënë mishi i Kurbanit është në atë aspektin prek në çdo sektor, në çdo kategori njerëzish në Republikën e Kosovës. Dhe jo vetëm kaq. Në fakt kemi edhe donacionin apo pagesa mujore për jetimet. Po, për shtresën më të ndjeshme të shoqërisë. Na e kemi, domethënë brenda vitit i mbështesim 500 jetim me ndihmë mujore që është nga 50 euro që dikun arrin shifrën 300.000 euro brenda vitit. Kjo janë paratë të gatshme që i vendosin gjiro llogaritë e tyre. Na u ka dhënë drita e gjelbër që me emrin e Zotit këtë vit do ta bëjmë marrëveshjen që edhe për 1.000 jetim do t'i mbështesim. Por jetimve ju vetëm paratë të gatshme, ju japim edhe gjësende tjera, qoftë edhe ndihma edhe pak ushqimore edhe veshmbatje, po edhe mjete shkollore, si vjet kena pas një fokus të veçantë edhe te jetimët, kur ju kena dhënë çanta edhe mjete tjera të cilat janë të nevojshme për shkollë. Kështu që kjo është ndihma për jetim është po kategori tjetër, ndërtimi i shtëpive, pra edhe këtë aktivitet e keni mbuluar gjatë vitit. Po, në shtëpi i kena ndërtuar si vjet, 4 janë ndërtim me sipër, i kena dhënë 3 banesa, edhe 2 troje nga 2.5 ari, kështu që kjo ka qenë edhe 24 shtëpi kena renovu. Kur është kjo puna të renovimi është me oriendi shtëpiake, që dikujna kuzhini kemi ble, dikujna ja kena ndru dritare, dikujt mobilet brenda shtëpisë, kështu që kanë qenë renovimet ndryshme. Këtu prind komuna e Vushtris, e cila ka pas një fokus të veçantë gjatë këtij viti dhe është kujdes që familjet të cilat për shembull ndoshta ju ka munguar ai lavatriçe apo ndonjë shporet elektrik, ta janë kujdes më shumë e kena pas Vushtrin, mirë po gjëra elektrike ose teknik të bardh, kena pas edhe prizrenin, degën e prizrenit, e cila është kujdes për shumë familje atje që t'i pajis me teknik të bardh. Veshmbathje, set kuzhine e kështu me radhë, por kjo që po mbën për shtypje është jeni kujdesur këtë vit edhe për të burgosurit? Po, ka qenë edhe si vjet, ka qenë një aktivitet që kena bo, një projekt kena realizu mrena qendrave korektuse në Kosovë. Si vjet i kena vizitu 7 qendra korektuse, do me thonë në Gjilan, në Prizren, Lipjan, Smrekovnic, Hajvali, Dëze dhe në Dubrovë. Ka qenë një aktivitet shumë i veçantë, disa sete me rroba, që ato janë disa teshat të mbrendshme, është një batani edhe gjana të sidomos stinës së dimrit. I kena përzgjedh disa të burgosur mrena qendrave korektuse që i përmendëm këtu, e që atu ka persona të burgosur që vujnë denimin të cilët ndoshta dhe familjet të kanë braktis ata, nuk shkojnë me i vizitu ata kanë nevojë shumë për këtu. Por kemi edhe njerëz të huaj, do me thonë të cilët nuk janë shqiptarë, të cilët kanë bëna i vepër penale dhe janë duke u mbajtur nëpër qendra korektuse. Ata janë të burgosur, por kanë dinjitet. Kanë dinjitet, e na kena pas fokusin edhe të ta që të kujdesemi sa do pak t'ju ndihmojmë atyre.
Jena falemderu shumë prej gjithë aty dhe kena pas një pritje jashtëzakonisht mirë. Kena pas prej disa drejtuesve të qendra korrektuese që kanë thonë vetëm që ju ka rënë mend për atë kategori, për neve edhe na po njihemi mirë. Kështu që ka qenë një aktivitet shumë i mirë, besoj që do ta vazhdojmë edhe 2026-ën, ndoshta edhe me disa projekte brenda burgjeve, për qendrave korrektuese, me disa projekte zhvillimore të cilat ata na veç që kena marrë si informacion edhe besoj që bashkarisht edhe me drejtorinë, edhe me Ministrinë e Drejtësisë do ta kemi një bashkëpunim dhe do t'i kemi disa aktivitete brenda burgjeve. Dhe përtej këtyre kufive të vendit ton, keni shkuar në Bujanoc, Medvegjë, Bajramcur. Po, edhe këto vendet tona janë edhe në aspektin kombëtar, na lidh, po edhe kemi miq atje, kemi njerëz të cilët po kemi edhe normal edhe nevojtar. Sa i përket po nisim me Medvegjë një herë, do me thonë edhe në fillim të shtatorit i na kujdes për ato mjetet shkollore, çanta, krejt, po edhe në fillim të dhjetorit ja kena dhënë edhe një ran me veshmbathje të setet të dimrit të cilat i kena furnizuar ata fëmijët atje të pak të cilët janë met. Domethënë kena vizitu shkollën e Bajës Sjarinës edhe të Tupallës, edhe atu ju kena dhënë edhe disa komuniteteve tjera, jo vetëm komunitetet shqiptar që janë atje, ju kena ndihmu edhe jena çush me thonë me atë emocionin që gjithherë i përkrahem me ata, por kena qenë prezent me koordinatorët tonë me Këshillin e Bashkisë Islame atje edhe në Bujanovc, por një kontingjent si vjet me rroba, mbulesa për shtëpi të moshurve kështu me radhë kena dërgu edhe si donacion edhe në Bajramcur bashkarisht atje me komunitetin musliman, kemi pas këndi bashkëpunim me doganën e Kosovës, po edhe me ambasadën e Shqipërisë e cila na ka orientu atje edhe në bashkëpunim me to kena pas edhe rrugën më të lehtë për me çu donacione direkt. Dhe është edhe një listë e gjatë e aktiviteteve të shumta dhe të atyre që përfitojnë nga shoqata Bereqeti që nuk mund t'i mbulojmë të gjitha gjatë një emisioni, por këto i keni në faqen zyrtare tonë në rrjetet sociale që mund t'i shohin vetë ata të cilët kontribuojnë në këtë drejtim. Keni bashkëpunim edhe me institucionet shtetërore apo komunale? Pa tjetër, do me thonë na jem, mas pari jem OJQ, që i përgjigjemi organeve shtetërore dhe Ministrisë përkatës, por jemi në kuadër Bashkisë Islame, koordinatorët tonë shumica janë vullnetarë, si që thamë edhe më herët, imam të cilët kontribojnë, dhe bashkëpunimi na mendojmë që kjo shoqata nuk është e një individit, por është e Bashkisë Islame, është e vendit tonë, kështu që pa tjetër bashkëpunimi jonë duhet është A dhe B, do me thonë me institucionet sidomos ato lokale që kemi një bashkëpunim jashtëzakonisht mirë. Me drejtoritë përkatëse. Me drejtoritë të mirëqenies sociale që quhen dhe drejtoritë tjera, në varet për aktivitetet që kemi, po edhe me nivelin qendror kemi një bashkëpunim jashtëzakonisht mirë. Tash po presim edhe kena apliku për një ofër 10.000 pakë ushqimore nga qeveria e Kosovës dhe shumë shpejt besoj që do të kemi përgjigje sepse na e mbulojmë dhe ndihmojmë në shpërndarjen e atyre, do me thonë jemi në teren, jemi 30 pika dhe kështu që mujmë me bashkë shpërndarjen shumë më të lehtë. Kështu që në bashkëpunimi është jashtëzakonisht i mirë me institucionet tona shtetërore që na presin, na asistojnë, na japin informacione, po shkëmbejmë edhe lista me do me thonë drejtoritë dhe ministritë përkatëse, por edhe na ndihmojnë qoftë edhe kur vjen ndonjë mall edhe në dogan nga jashtë kur kemi donacione se ka t'i orientojmë ato dhe gjithherë i bëjmë së bashku me ta. Mirë, sigurisht që për këtë punë dhe për aspektin e solidaritetit do të flasim edhe më tej, të dashur miq, por tani do të shkputemi për pak çaste, vijojmë pas pak. Jemi rikthyer të dashur miq, po shoqëroni me emisionin Këndi i Diskutimit, po flasim me drejtorin e shoqatës Bereqeti Gjeladin Fazliu. Hoxh, të doja tani të ndalemi tek ai aspekti njerëzor, kur këta njerëz, këta skamnorë që momentalisht nuk kanë kushtet mjaftueshme të mira për të jetuar në vendin ton, si gjindeni apo si kujdesini që të ruhet digniteti këtyre njerëzve
gjatë pranimit të ndihmës që ju i ofroni? Padyshim që edhe në këtë drejtim kemi kujdes na, sepse kur e thash që jena OJC dhe jena organizat, jo individit, po jemi Bashkisë Islame, na kemi në fokus edhe këtë punë që edhe kur t'i ndihmojmë dikujt t'i harrojmë dinjitetin atij. Domethënë në atë aspektin e gjuhën tonë popullore, nuk e kemi bërë shumë nami. Sepse edhe ai nëse komë bërë dikush edhe me emrin e Zotit edhe ai komë ndihmu dikujt. Kështu që në gjithë ato trajnimet që i kemi na edhe mbrenda edhe me koordinatorët i këshillojmë, po disa edhe i urdhërojmë në atë aspektin e rregulloreve mbrenda të shoqatës që mos luhet me dinjitetin e njerit. Sidomos të fëmijëve. Patjetër, kështu që shohin edhe donatorët tonë, po edhe na jena të kujdesshëm edhe te donatorët tonë. Ajo është fokusi më i madh që t'i raportojmë dhe të jemi sa më korrekt me ta. Do me thonë se ku ka shku ajo pasuria e tij ose paraja e tij ose ndihma e tij. Sa i përket me familjet nevojtore, besoj që e kanë vrejt të shoqata jonë që edhe në rrjetet sociale mundohemi mos t'i ekspozojmë fëmijët, mos t'i ekspozojmë ndoshta njerëzit me smundje të ndryshme, por të kemi kujdes atu. E kemi parë gjatë muajit shtator, pra kemi mbuluar edhe shpërndarjen e çantave dhe mjeteve shkollore, kishit bërë çanta të lloj-llojshme dhe pa logo të shoqatës në mënyrë që fëmijët jenë komod dhe të mos identifikohen si skamnor. Po, edhe kjo është domethënë një prej atyre metodave të cilat na e ofrojnë ndihmën, nuk e cënojnë dinjitetin e tyre. Nuk i ekspozojmë ato logat ato që ndoshta mja bë dikush me gisht ato që kanë ndodhur ose që ndodhin sidomos në për shkolla. Kështu që dinjiteti për neve është shumë e rëndësishme e pastaj edhe mundohemi ta aplikojmë, qoftë edhe në për foto të ndryshme dhe video ndryshme, na nganjëherë edhe ju kërkojmë falje edhe qytetarëve dhe nevojtarëve, kur nganjëherë s'kem çare pa bën ndonjë video, por gjithherë duke ruajtur edhe te fytyra ose te pjesë tjera, domethënë trupit, për mos mi ekspozu për atyre, mirë po, sidomos kur kemi donator nga jashtë, është pak edhe patjetër ajo qoftë me ekspozu nëpër media, nëpër si se me qefin tonë ose me dëshiren tonë ato nuk e bojmë. Kemi qef t'i ndihmojmë njerit, por kemi dëshire edhe që Kosova është e vogël, bujarë. Do me thonë edhe nëse bën punë të mira, shumë shpejt kemu afirmua dhe kemu ndëgjua ajo, po Zotin arrujt edhe punë të liga me bo edhe ajo ndëgjuat shpejt. Hoxh, çka e bën të vështirë këtë mision? Kjo është një pyetje që ndoshta na vendos pak në siklet, din se kjo puna humanitare është nganjëherë, çush me thonë, të përplas për tokë, nganjëherë shumë të jep motiv që realisht është punë e lodhshme. Është edhe punë e lodhshme edhe në aspektin fizik, po edhe psiqik nganjëherë, por edhe kur shofesh, kur pash në teren që ti bash sebeb që themi ne, mja zgjedh një problem. Harron lodhjet? Do me thonë atë lotin e mërzisë dhe dhimbjes, mja këtyn në lot gëzimi, atëhera ajo t'jep motiv ty që thu nesër prapune do të punoj këtë ditë, në këtë mision. Kështu na i thojnë edhe koordinatorët tonë në teren, nga njerë kur kemi disa prej tyne që dojnë me undru ose thojnë pëlshoj rrugën e se po vjen dikush tjetër, a i thotë po në prapë du më konë aktivist, prapë du se s'po moj më u shkput prej punës humanitare. Dhe në fakt, gjithë këta donatorë, këta qytetarë, këta besimtarë, e ka një motiv se pse duhet të dhurojnë dhe sa ndihmon roli i xhamisë në zgjuarjen e ndërgjegjes shoqërore? Jashtëzakonisht shumë. Do me thonë, unë jam edhe imam vetë edhe shoh njerëz të cilët besoni për një xhumo, për shembull brenda një komunës shumë ndoshta e vogël, mlidhen me qindra e mijë euro për një iniciativë që e marrin. Edhe ajo këtë është mënyrë humanitare, këtë mënyrë vullnetare, qoftë me bleni pronë atje, po qoftë edhe për një person të smuar, qoftë edhe për ndonjë rast social, do me thonë çfarë zgjuar, është një farë vullneti që jep njerëzve në për xhamia dhe këto e përdorin edhe imamet edhe hoxhallarët gjithherë duke i nxit edhe me fjalët e Zotit xhaleshanu po edhe të pejgamberit alayhis salam dhe me veprimet e pejgamberit alayhis salam që i kanë nxit njerëzit për me bë mirë. Kështu që nuk ekspozohet shumë nëpër media fatkeqësisht, mirë po nëpër xhamit tona ka humanitet shumë, ka bamirësi shumë, edhe baza neve na vjen prej atje. Ka thirrje nga imamët. Imamet do me thonë për çdo ditë do me thonë ndihmojnë raste të ndryshme të cilat nuk ekspozohen. Mirë po, i zgjidhet ai problem, qoftë edhe
për gjëna shumë të vogla, do me thonë, xhamit i përgjigjen njerëzve. Dhe këto e din xhamati jonë, e din njerëzit tonë. Nga njëherë na thojnë imamët, shpesh herë thojnë, nga njëherë tutemi që ne e teprojmë në kërkesat që kemi të xhamati, por jo, do me thonë, shohim iniciativa të mëdha, qoftë edhe kena pas edhe para disa vite edhe vërshime qoftë në Skenderaj dhe në Mitrovic, çfarë përgjigje, do me thonë, për një xhumë mlidhen mbi 150.000 euro. Do me thonë, ka solidaritet, ka forma ndryshme, si që thash edhe më herët, kemi bizneset e cilat e hap derën e depos edhe thot urno, merë çka të nevojitet. Kështu që kjo është jashtëzakonshme. Vallai, kjo nuk i besohet çdo kujt edhe, kështu që e kanë thënë edhe krerët tonë, Bashkisë Islame dhe imamët e nderuar që kjo është një amanet, një besim që ne e marrim prej atyre, mirë po mundohemi edhe në fakt në kuadër të kësaj, si ndihen njerëzit kur ndihma u vjen nga institucionet fetare? Te humaniteti, bujare din ti që kjo na nuk i përdorim këto në atë aspektin që me thonë na më të fesa apo diçka tjetër. Por njerëzit e din, po e din ato, janë shumë falendërues. Pa dyshim që ama ndoshta me e thonë këtë aspekt që neve na ndihmojmë edhe nacionalitetet tjera dhe të religioneve tjera dhe kjo nuk na pengon në humanitet, se kështu na mëson edhe feja. Po, pra. Mirë po, kur shkojmë të familjet besimtare dhe kur e din që ndihma pi vjen prej besimtarëve, normal që ata ndihen më komod dhe ndihen më mirë, po gjithherë janë edhe më falendërues. Sepse edhe kemi obligim, bujare edhe kur i thirrim na që ata donatorët për me ndihmu, thonë që t'ju ndihmojmë edhe shtresave, do me thonë tona në Kosovë, pastaj me emrin Zotit nëse kena mundësi me dalë edhe jashtë Kosovës, pse jo. Kështu që ndihen shumë mirë njerëzit kur përfitojnë prej vllaut, ose donatorët tashmë janë bërë të rregullt apo janë sezonal? Jo, kemi donatorë të rregullt. Domethënë kemi që nga paga, po. Domethënë kemi njerëz, domethënë bamirës të Kosovës që nga paga e vet ndajnë një shumë të vetën dhe na shkon drejt për drejt në xhiro llogari. Pastaj kemi edhe disa fondacione të vogla mbrana Kosovës, të cilat edhe ato kontribuojnë në forma ndryshme, po pastaj edhe kemi biznese që unë kur nuk i harroj ata, sepse ata janë infuzioni jonë, domethënë e nxjerrin zëqatin, ajo i bën sezonal, edhe të veshmbatjet, edhe të malli tregtisë, po edhe kur fol edhe për miell edhe për grur atje, edhe e dhurojnë kur është koha e tyre, kështu që donatorët tonë po shtohen, besimi është rrit të shoqata dhe të njerëzit tonë, kështu që jena në rrugë të mirë. Po, unë gjithherë thomë, sa ma pak punë na me pas, se njerëzit me rritë mirëqenjen, ne shoqatat humanitare kemi punë ma pak. Po pra, kjo është rëndësishme. Në këto ditë kur vendi ynë, por edhe në Shqipëri janë përballur me të reshurat të vazhdueshme të shiut dhe ka pasur përmbytje në disa zona. Keni marrë ndonjë iniciativë, keni filluar të bëni diçka që t'u dilni në ndihmë të prekurve? Po, pa tjetër, domethënë kemi edhe në projektet tona që në rast të jashtëzakonshme kështu që ndodhin gjonat, të jemi ofër familje nevojtare, po e tham edhe në fillim që jemi në koordinim me ato ekipet emergjente që i kanë krijuar për komuna, edhe ata janë duke na i gjetë neve hapësirën se ku duhet me kontribu ne. Kështu që këto ditë na do të jemi gjithherë në bashkëpunim me ta edhe do ta shohim veten se ku kena me kontribu. Sot kena intervenu me 100 pak ushqimore për disa familje që janë strehuna për të afërmit e vet në komunën e Drenasit, kurse ditët në vazhdim do të shohim gjithherë në bashkëpunim me ato ekipet emergjente se ku kena me kontribu. Padyshim, dhe çfarë mesazhi do të jepni gjithë shoqërisë kosovare për të shtuar solidaritetin sidomos në këto dimri? Këtë Kosovën tonë, do më thonë që kemi edhe të shtrajt, edhe që kemi pagu shumë shtrajt këto, njerëzit kanë pagu edhe me gjak, edhe me pasuri, edhe me jetë, nuk e kanë ndërtu veç një kategori njerëzish, ose sikur shtëpia që ndërtohet, nuk ndërtohet vetëm për një kategori mjeshtrish, po shumë lloj mjeshtri atëherë japin formën edhe shtëpisë. Edhe në këto karvanin e punëve të mira, do me thonë, na mundohemi me banë që drejtim me banë i punë të mirë, por kjo nuk guxojna na shpeshere themi ne edhe na për takimet ndryshme që na jepet mundësia, nuk ka nevojë vetëm me u fokusu me bë humanitet, punë humanitare, vetëm një shoqat humanitare, ose veç një individ, ose veç një grup. Por secili me ato çka ka mundësi, neve edhe Zoti nuk na ngarkon diçka çka s'muj me bardh.
Domethënë vetëm ata që mujna me bart, andaj apeli jam është që secilin atë lagjën e vet, mahallën e vet, në qytetin e vet, me kontribu me diçka. Na po shohim për shembull edhe në botë tash bota u bën një fshat i vogël, edhe po shohim sa në të jashtëzakonshme që bën atje një musliman i gëzohem kur ndëgjojmë, kur e bën një veprim të mirë atje, shpëton një jetë kështu me radhë. Andaj ai pa organizim pre bën ato, nuk pe bën kuadër një shoqatës ose një organizëm, pa e bën si individ. Ai ka bindje, këto dashta më thon. Kështu që na në shpirtat tonë, në imanin tonë edhe në besimin tonë kemi edhe punën humanitare, kemi edhe mja ba të mirën edhe tjerve, jo ose ato që e kemi qef për veti me dëshiru edhe për tjerë. Kështu që një lloj edukimi mrena qenjes tonë që ne t'jemi human kudo që t'jemi. Shtëpia tona, në lagjet tona dhe kudo. Dhe si mund ta masim veten si shoqni, nga ajo që kemi apo nga ajo që ndajmë? Ajo që ndajmë, ajo që ndajmë është gjithherë, kanë thonë edhe popi, domethënë njerëzit tonë edhe më të vjetrit që ndoshta nuk kanë pas shkollim të mjaftueshëm, kanë thonë ajo çka e jep është e jotja, jo ato që e pas do të thotë. Sa i përfiton vazhdimisht. Padyshim, edhe në këtë botë, po edhe në botën tjetër. Ju falenderoj shumë që ishit me ne dhe ndat këto informacione për audiencën tonë. Unë jam shumë falendërues ndaj juve që na japni hapësirën për mi tregu punë të mira, kështu që edhe ju jeni në atë karavanin e punëve të mira të cilat i bëni si medium, kështu që suksese edhe në vitin që jena hy, pra në 2026, kena inshallah keni suksese sa më të mëdha. Amin. Faleminderit shumë. Dashur miq, kjo ishte biseda e sotme, ky ishte emisioni Këndi i Diskutimit. Faleminderit shumë që na ndoqët. Mirëmbëjtje.